Edi Rama i fiton zgjedhjet në Shqipëri, prin me mbi 52% të votave. Shqipëria të dielën e 11 majit mbajti zgjedhjet parlamentare. Pas përfundimit të procesit të votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur menjëherë me procesin e numërimit të votave. Nga numërimi i këtyre kutive dhe zarfeve, Partia Socialiste vazhdon të kryesojë brendshëm me 52.23% apo 300.309 vota. Partia Socialiste lë pas saj me 104.000 vota diferencë Partinë Demokratike, e cila deri më tani apo 195.993 vota. Në rend të tretë renditet Partia Social-Demokrate me 22.516 vota apo 3.94%, ndërsa pasaj vjen koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 19.262 vota apo 3.37%. Në vend të pestë qëndron Partia Mundësia me 15.364 vota apo 2.69%. Sipas projeksioneve të drejtanishme, PS pritet të ketë 83 mandate, PD me 51, Nisma me 1 dhe parti tjera mbetet të shifët deri në përfundim të procesit të numërimit të votave.